Teatri i Tetovës numëron 32 aktor dhe sjell rreth 4 deri në 5 premiera në vit. Ky teatër është ndër teatrot me më shumë vizitor në Maqedoni. Pavarësisht punës dhe suksesit, edhe Teatri i Tetovës ballafaqohet me shumë probleme dhe sfida. Problemi me objektin, kushtet elementare, por edhe digitalizimi ngelen sfidat kryesore, thot drejtori i këtij teatri, Hasim Memishi. Megjithatë, në një kohë kur shfaqjet dhe ngjarjet digjitale dominojnë platformat e reja të komunikimit, teatri ka arritur të ruajë vlerën e tij të pazëvendësueshme, thot Memishi. Teatri në Maqedoni në përgjithësi përballet me kushtet objektive që i ka, edhe pastaj me mungesën e publikut për shkak të digitalizimit gjërave, po kryesisht është kushtet objektive mungojnë në shumicën e qyteteve, edhe Tetova do me thonë përfshihet në qytetet si gjithë qytetet tjera të Maqedonisë. Kurse sa i përket epokës digjitale, do me thonë kjo e ka bë punën e vet në gjithë botën, ku publiku është reduktuar dukshëm në për teatrot, jo vetëm te ne, po edhe në për hapësirat tjera teatrore. Sidoqoftë, teatri prape ka vlerën e vet dhe tetovarët e ndjekin me numër të madh të qytetarëve teatrin, sidomos kur kemi shfaqje produktive, shfaqje të mira, shfaqje të këndshme. Është problem sepse jemi me një objekt, kemi stërthënë disa herë, do me thënë është edhe biblioteka, edhe ansambli tash i sapo krijuar, edhe teatri, ndajmë njëjtin objekt, plus shoqatat kulturore, pastaj partitë politike, të gjithë e ndajmë, nuk kemi, do me thënë Tetova ka vetmin objekt publik ku mund të bëhen manifestime të tilla. Memishi apelon që teatri të përcillet në mas sepse sjell në skenë reflektimin e përditshmërisë. Çfarëdo media që lind, çfarëdo rrjeti social nuk e zaventson teatrin. Kjo është treguar prej antikitetit, edhe teatri prej atëherë ka filluar dhe vazhdon dhe besoj se do të vazhdojë me formën e vet, sepse është shumë më shpirtërore kur je në sallë se sa ta ndjekësh një diçka në rrjetet sociale. Teatri është reflektimi i jetës tonë në skenë, secili kur vin në teatr besoj e sheh në veten në pasqyrë. Qytetarët ta ndjekin teatrin sepse është një diçka shpirtërore. Unë e di se ata që vinë në teatr, kur dalin prej teatri, dalin me një emocion tjetër. Përndryshe, data e sotme 27 marsi njihet si dita botërore e teatrit që nga viti 1962, pasi kjo ditë ishte iniciuar në Kongresin e 9 botëror të Institutit Ndërkombëtar Teatror të UNESCO-s në qershor të vitit 1961 me propozim të Finlandës.